fjala Izraeli përkujdeset për një popull tjetër, edhe më shumë kur ai populli tjetër, druzët janë arab dhe janë musliman, pra nuk ka logjik kjo çështje. Mirë po Izraeli nuk është se tani përzihet në punët e mreçme të Sirisë. Ata prej fillimit të luftës qytetare e nxitën rebelimin kundër qeverisë së Sirisë, në atë kohë kundër Bashar al-Assadi, dhe në këta 14 vite të luftës civile në Siri është shkatruar e gjithë Siria, infrastruktura civile e Sirisë, u shkatrua pashtu edhe ushtria e Sirisë dhe jemi të vetëdijshëm që me miliona refugjat shkuan si në Evropë, pashtu në Turqi, Jordani, Lebanon dhe vazhdon shprazja e Sirisë dhe kuptohet që kjo e rrit apetitet e Izraelit që të mund të arrijë ëndrrën e tyre Izraelin e madh dhe përderisa shohin një kaos në Siri, ata përpiqen në petkun e intervenimit humanitar që të zgjerojnë kufit e shtetit të Izraelit dhe ne jemi të gjithë dëshmitar që mbas ndrimit të pushtetit, gjëja e parë që bëri Izraeli dhe ushtria izraelite hynën i okupuan disa pjesë të Sirisë, ashtu që janë afruar edhe afër kryeqytetit të Sirisë, Damasku, dhe gjenden afërsi prej 20 kilometra. Tani përpiqen që të zgjerohen më shumë në zonën ku janë druzët ku popullojnë në jug të Sirisë dhe kuptohet që ka një grup që i mbështesin brenda Sirisë druzët, për shkak se druzët janë një popull dhe jo të gjithë janë të një mendimi. Mirëpo ka disa pjesëtar të druzëve të cilët janë për një bashkëpunim më të afërt të Izraelit. Kuptohet që ata janë agent të Izraelit dhe nën këtë pretekst përpiqet që të arrisë influencën dhe të zgjerojë shtetin e Izraelit, qeveria izraelite. Zoti Daudi, nga ana tjetër, çfarë pasojash mund të ketë tërheqja e trupave sirianë Saidat për stabilitetin e brendshëm sigurisht të Sirisë edhe për marrëdhëniet me komunitetin druz? Tani çështja se pjesa jugore e Sirisë kufizohet me Izraelin dhe Izraeli nuk dëshiron që të shiqojë një ushtri të fuqishme në afërsi të kufirit të saj. Kjo është edhe sfida e qeverisë së re të Sirisë, të cilat u përpoqen që ta shtrinë autoritetin e qeverisë së tyre edhe në rajonet ku jetojnë druzët. Mirëpo një pjesë e madhe e druzëve refuzuan që ta pranojnë administratën e re të Sirisë dhe këta përleshjet e fundit qeveria e Sirisë e shfrytëzon që ta shtrijë influencën apo ta shtrijë shtetin ligjor sipas tyre në pjesët ku jetojnë druzët, prandaj edhe i dërguan maqinerin ushtarake. Mirëpo me dërgimin e maqinerisë ushtarake, menjëherë filloi aviacion izraelit që t'i sulmoj maqinerin ushtarake të shtetit të ri të Sirisë apo të qeverisë së re të Sirisë dhe ata u detyruan që të ndalen apo të tërhiqen për shkak se ata bombardoheshin jo vetëm nga aeroplanët, por edhe nga dronët, nga helikopterët ushtarak, por në disa raste edhe nga artilleria izraelite për shkak se janë në afërsi. Tani taktika e re sipas asaj që mund ta kuptoj unë, është që dërgojnë shumë këmbësor, pra këmbësori, ushtar këmbësor, të cilët shumica e tyre janë vullnetar, pra i shiqem edhe në këta inqizime. Pra shumica nga gjithë anët e Sirisë, po jo vetëm nga Siria. Ka edhe nga shtetet tjera të cilët shkojnë vullnetar, disa janë të indoktrinuar sektarisht, pra i shiqojnë druzët jo si musliman, po si një popull i dal nga feja islame dhe duan që t'i shfarosin dhe bëjnë edhe masakra të ndryshme. Mirëpo kjo nuk besoj që është vendimi i qeverisë, nuk mund kuptohet që të gjithë ata militantë që t'i kontrolloj. Interesi i qeverisë së Sirisë do të ishte që autoriteti i qeverisë siriane të shtrihej në gjithë territorin e Sirisë, ta bashkojë Sirinë, të formojë përsëri kombin sirian, kuptohet që nuk do të jetë i njëjti si në gjatë kohës së Bashar al-Assadit dhe Hafez al-Assadit, do të jetë një identitet tjetër, jo një identitet sekular, por një identitet islam, dhe ku do të jetë Siria si një kalifat i ri, si në kohën Umajdëve, kur kryeqyteti i kalifatit ishte Damasku. Pra kjo është ideologjia e tyre, pretendimet e tyre, a do t'ja arrin atij qëllimit, 15 vite e kaluan nuk ja arritën. Pra kjo
konflikt që do të zgjas. Nuk do të kaloj së shpejti, pa edhe me vitet e ardhshme do të bisedojmë këtë temë. E qartë, zoti Dauti, sa realiste është mundësia që Izraeli të shpallë një zonë tampon pra permanente në jug të Sirisë dhe çfarë reagimesh mund të presim ndërkaish nga aktorë ndërkombëtarë si Rusia, Irani apo edhe Turqia? Po tani kuptohet që Irani, Turqia, Siria, Rusia, të gjithë e kundërshtojnë, edhe Kina e kundërshtojnë intervenimin e Sirisë apo të Izraelit në Siri. Çështja është si do të reagoj SBA-ja, kjo është e gjithë çështja. Dhe mbas mediumeve të gazetave amerikane, është një gazetë që ka informata prej shtëpisë së bardhë Axios quhet. Ata thuajnë se Benjamin Netanyahu, pra sipas mediave të gazetave amerikane, ka thënë Trumpi se është çmendur Benjamin Netanyahu me sulmin e fundit që e bëri në qendër të Damaskut, ku e shkatroi ndërtesën e Ministrisë së Mbrojtjes. Ajo i vjen njësoj sikur të sulmohet Pentagoni në SBA. Pra kuptojmë që nuk ka një përkrahje të madhe kjo çështje e politikës së Izraelit në Siri, po ashtu këtë e pohon edhe i përfaqësuesi special për çështjen e Sirisë i Amerikës, i cili është ambasador në Turqi, Tom Barak quhet, dhe ai është moshatar me Trumpin dhe kanë lidhje shoqërore. Dhe sipas informatave të tij, administrata amerikane as pak nuk është i kënaqur me veprimet e fundit të Izraelit. E qartë, zoti Dauti, nga ana tjetër, a ka ndryshuar vetë qasja e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj konfliktit pra izraelito-sirian pas largimit të vetë Bashar al-Assad dhe a ekziston ndërkaq edhe rreziku që Shtetet Bashkuara të Amerikës ta mbështesë atë pavarësisht zgjerimit izraelit në emër të stabilitetit? Po kuptohet që është interesi SBA-s që të ketë stabilitet, ku do të jenë të garantuar interesat amerikane. Interesat amerikane garantohen ashtu që do të jetë Izraeli i fuqishëm, ashtu që Izraeli nuk do të vihej në rrezik, për shkak se më është e ditur që Izraeli është një projekt sionist me mbështetje të amerikanëve për të mbrojtur interesat e SBA-s në lindjen e mesme dhe kuptohet që çdo iniciativë që e merr Izraeli, ata e shqetësojnë a mbrohen interesat e SBA-s apo jo. Mirëpo me sulmet e fundit të Izraelit, sidomos të kryeministrit të tij, i cili e bombardon Teheranin, e bombardon Damaskun, e bombardon Sanën, e bombardon Beirutin, pra të gjithë këta janë kryeqytete arabe, bombardon edhe Irakun, pra është një nervozizëm në administratën amerikane, se është duke tepruar Izraeli dhe një unitet në mes këtyre shteteve do t'i vinin në kundërsulm, do të vinin në pikpyetje ekzistencën e Izraelit. Tani Izraeli kuptohet, se më pyetet a mund të bëjë një tampon zonë, kuptohet që kjo është qëllimi i tyre. Ata përpiqen që për shkak se e kanë mbiemrin Dauti, quhet korridori i Dautit. Mundësia e Izraelit, pra duan ta lidhin që nëpërmjet Sirisë